Familjet që janë larguar nga pallati i dëmtuar nga tërmeti në lagjen e re të Bulqizës deklarojnë se për 7 vitesh janë lënë në mëshirë të fatit. Banorët i ka larguar Bashkia Bulqiz duke u prerë ujin e pishëm dhe energjinë elektrike, ndërsa banorët jetojnë në mënyra të ndryshme me qira dhe trajtohen me bonusin e qiras, por kjo sipas banorëve nuk është zgjidhje. Qazim Topi thosë se gjatë gjithë këtyre viteve janë përplasur në dyert e institucioneve, por nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Qazimi tregon se për këtë kanë takuar edhe 3 drejtues politik të Partisë Socialiste në qarkun Dibër, por as ata nuk kanë dhënë zgjidhje. Banorët e kanë të pamundur të rikthehen për të jetuar, ndërsa hyrja e pallatit është kthyer në streh për lopët që duan të ikin vapës. Jam banor i këtij pallati, Qazim Topi. Banoj këtu në katën e 4, ka mbi 10 vjet aca, 14 vjet që banoj këtu. Dhe këto kohët e fundit erdhi si përfundim ju la tërmetit kjo punë këtu. Edhe bashkia mori mosa në nxorri. Në nxorri, në preu ujt, në preu dritat dhe në nxorri. Arsyeja se ku ishte, kus ishte, deri sot kemi bërë gjitha ato shkresa, kemi bërë gjitha ato takime me kryetarin e bashkisë, me kryetarin tjetër ish përpara, dhe akoma zgjidhje nuk kemi zgjedhur. Kemi takuar Blendi Goxhën, kemi takuar Blendi Klosin dhe në fund fare kemi takuar atë Ulsimanën. E fundit Ulsimania. Dhe akoma nuk kemi zgjedh asnjë zgjidhje nga ana e qeverisë, sepse s'kemi zgjedh. Sepse bashkia nuk kërkon gjë, po s'kërkoj gjë në zdim, në nxorrën. Edhe arsyeën nuk e dim përse, ka shkuar, bonus. Qa po më duhet bonusi mu? Shpeja po të jashtë përdorimit këtu. Këtë robat gjithë, i kemi robat mrena. Të gjithë që ka mune, i kanë të gjithë mrena se s'kemi ku të qenë. Atje ka kemi shku, me qera, ato kanë robat e veta. Dhe nuk kemi pëse të qenë në atje. Atje rrimë si me një ferrat. Sepse po e prish e thot dhe paguish prap ata atje. Kështu që nuk e dim. Shteti s'ka marrë si lloj mase. Shkojmë atje, nuk janë regjistru këtu, s'janë regjistru aty. Tash arsyeja është, a e boni tërmeti këtë punë, e boni bashkia për probleme tjera të vetat. Nuk e dim se si erdhi, si u bë. Ne në nxorrëm jashtë, se prej ujtë e prej dritat, edhe akoma zgjidhje nuk kemi zgjedhur. Shkresa kemi quar sa të dush ke bashkia, po aq fuqi kemi, s'kemi fond, s'kemi ata. Po në fundin nëse nxjerrim na. O bloku pallati po, duhet ishte komisioni. Ora që kjo hyrje bo 6 milion. Po 20 milion ose 50 milion. Ti vehin një çmim të një gjaja. Po tash e thon, po dole 14 milion, 15 milion. Po si bëhet 15 milion gjithë kjo hyrje këtu, gjithë ato, po t'lu truni. Tik truni fare. Kush u ka thënë që po dole të 15 milion? Po nëse për shembull me çmimin e tregut, çmimin e tregut se i bie 50%, a nuk i di se si bite, për shembull kjo hyrje del 5-16 milion. Me çmimin e tregut. Po çmimi i tregut, këtu u shkon një dhomë kuzhinë 35 milion, 38 milion. Jo të ushit. Edhe kështu që 16 hyrje janë këtu? 10 hyrje janë. 10 hyrje. Këtu janë 10 hyrje, në këtë shkallë janë 10 hyrje. Tash i arsye të shohit, për shembull, kanë ardhur ekspertiza, kanë ardhur sa dush, kanë ardhur, ato më shkurt të kanë që është i pabanueshëm. Më shkurt, rruga e shkurtër, sepse pse thot më e përgjithësi, unë çmë duhet më e punë. Më i pabanueshëm, anta tjetër i banueshëm, dash i pabanueshëm. Rruga më e shkurtër nga jashtë. Dhe shteti s'ka marrë asnjë mas fare. U bë ka 50 vjet, akoma vazhdon që asnjë mas fare. Kjo punë a erdhi nga tërmeti, sepse kjo pallati është tip fizonik dhe nuk është i lidh njëri me tjetrin. Është i shput pa, arsye si është i shput, mund të jetë edhe nga gropa që u hap në poshtë të rrugës. Përse mund të jetë edhe tërmeti, ose mund të jetë ajo aty, sepse nuk ka taban vendi këtu në Bulqiz, është pa taban. Tani prej 7 vitesh ju i larguar nga ky pallat. Ju keni verifikuar që ditën e parë se çfarë dëmtime ka pas kapsuar, dëmtime tjera pas
Pas 7 vitesh ki... Asi llojin dëmtimi s'ka mësuar, që kur kemi dalë, siç kemi dalë, ashtu është edhe sot. Asi gjë më fare. Për hyrjen time, flas për hyrjen time. Ose tjerët unë nuk i kom pasë, njëri i shkon punë kantje, se gjithë janë punë. Unë për shkak jam pensionist, që i vërdallë qikte, se kretë në punë janë. A keni frikë që va vjedhin mobiljerit të më brenda? Po të shte, e kemi bon një carrjeta që poshtë, sa mësë me henë njerëzit, sa heshen njerëzit, duke pëjtë drogë këtu në për shkallë, në për dreqë, në për kiamet. Tani- Përgjishim e do ati. E ne i vumë carrjeta aty, që mësë hinë njerëzit me në ata. Për shte, në hinë dhe vjedhin, që të bërë, o palat pa njëri ti këtu. S'ka njëri, me shkull në kretë, e vjedhin, që të bëjmë? Tani fotet dhe bakteja, hyrjet pallatit. Por da? Dhe bakteja më hyrjet pallatit, lopët. Po në baktia, dhe baktia dhe rrinë shkallë, me se të rrinë njerëzit, rrinë baktia të në shkallë. Po në shkallës atë, për para pallatit. Janë 13 familje që kanë mbetur në mëshirë të fatit pasi më parë jetonin në këtë pallat. Ata janë në pritje prej 7 vitesh, ndërsa ende nuk e dinë çfarë do të bëhet me ta.